Lavdi për jetë dëshmorit të kombit Indrit Cara. Ju lutem të nderojmë himnin ton kombëtar. Kavaja e vogël, por e madhe, e fuqishme dhe kurajoze për dalë pishës komuniste që ishte në gradmat e fundit të saj. Ishte rinia e etur e kavajës, ku me dhëmbët e tyre do të shkujte një herë për gjithmonë në vargojnë të komunismit. Ndaj dhe me të drejtë e quajtën qyteti i demokracisë. Ndërsa sot, në këtë ceremoni solemne nderojmë veprën e Indrit Carës, edhe nëpërmjet tij, kujtimin e gjithë atyre që u flijuan për lirinë e Kosovës dhe të kombit tonë. Unë uroj me zemër që kjo shtatore të jetë një kujtesë e fuqishme për çdo kalimtar, për çdo të ri dhe të re të Kavajës, e të gjithë Shqipërisë, se dashuria dhe për Ardhëun nuk është vetëm fjalë, por vepra. Uroj që për ne që po rrisim fëmijët në këtë vend të bekuar nga Zoti, kjo shtatore të jetë një mesazh që do t'ju kujtojë çdo ditë se liria dhe dinjiteti kanë një çmim, dhe që çdo brez ka përgjegjësinë e tij për ta mbajtur gjatë të trashëgimit. Të kujtojmë brezave të ardhshëm se dashuria për Ardhëun nuk matet me fjalë, por me vepra, se liria dhe dinjiteti nuk janë të dhëna për gjithmonë, por duhen mbrojtur dhe forcuar çdo ditë. Kur të rinjtë e Kavajës dhe Shqipërisë do të kalojnë pranë emrit të Indrit Carës, dhe të ndalin hapin. Për një moment dhe të mendojnë për kuptimin e vërtetë të fjalëve atë dashuri dhe sakrificë, dhe të mendojnë që vlerat e të parëve tanë. Dungjadeta Vlezër, djemët e Dardanisë. Jam ushtar Kavaja, valli i Trimërisë. Vllai i Adem Jasharit, nipi Skënderbeu. Ne vetë do t'ja qepim vetë fartën atë. Në fakt, janë disa cilësi dhe vlera që na dallojnë si individ, si familje, si shoqëri. Dhe unë jam shumë i bindur që Ardhëu, nderi dhe detyra janë disa cilësi dhe vlera që Indrit Cara na i la trashëgimi. Na i la trashëgimi ne si shoqëri, Shqipërisë dhe Kosovës, kombit shqiptar, ja la trashëgimi familjes Cara dhe shumë më tepër nënës dhe vllajt të Indrit Dorian. Dashur Dori, familja Cara do të jetë shumë e lumtur dhe krenare sot. Indriti është shembull frymëzimi i këtyre vlerave për të gjithë ne, për gjithë shoqërinë shqiptare. Të nderuar familjarë të dëshmorit Indrit Cara, miq dhe bashkëkombës. Kënaqësi të jemi sot së bashku në këtë ngjarje të rëndësishme të historisë së qytetit Kavajës, por jo vetëm. Jemi mbledhur sot për të nderuar kujtimin e birit shquar të kombit tonë, Indrit Carës, një djalë i ri, por me një shpirt të madh. Në 31 mars të vitit 1999, për të mbrojtur vjetra mira civile
burra, gra, fëmijë në zonën e Bashtrikut, ushtar Kavaja mori detyrë të rimerte dhe të mbronte majën e malit të Gallushës. Detyrë të cilën e realizoi me sukses, por i ndriti ra dëshmor. Ai u ngrit përjetësisht në pavdekësi. Dhe si në baladat e lashta shqiptare, në tetor të vitit 1999, estrat e indritit u kthyen në të preshin në vendlimje. Ushtar Kavaja u shndërrua dhe u kthye si engjëll Kavajës dhe familjes tij. Në nderim të veprës tij, Presidenti i Republikës e dekoroi Indritin me dekoratën e lartë Shqiponja e Artë. Presidenti i Kosovës e nderoi me titullin Heroi i Kosovës. Bashkia e qytetit Kavajës dhe Këshilli i Rrethit e shpallën dëshmor të kombit dhe ta deu. Në përkujtim të tij, bulevardi kryesor mban emrin e tij. Dhe shkolla ku Indriti mësoi, shkolla tetëvjeçare mban emrin e tij. Ndërsa përulemi me respekt përpara emrit dhe veprës së Indrit Carës, e kujtojmë jo vetëm me dhimbje, por edhe me një angazhim. Angazhimi i përhershëm për të mos e lënë të shuhet ëndra për cilën ai dha jetën. Sakrifica e tij shërben si një busull për të ardhmen tonë, për një kombë të bashkuar, për një shqiptari të fortë, për një Kosovë që ecë përpara e lirë dhe krenar. Në këtë rast solemn, në këtë ditë të shënuar, kujtojmë dhe përkullemi me respekt dhe nderim para figura të shquara si Ibrahim Rugova, Adem Demaçi dhe komandantit legjendar Adem Jashari e shumë të tjerë, të cilët me jetën dhe veprën e tyre për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës lanë gjurmë të pashlyeshme në kujtesën e historinë e kombit shqiptar. Sot jemi dy shtete, por nuk duhet harrojmë se kemi qenë, jemi e do të mbetemi një kombë, me një gjuhë, traditë e kulturë. Ndërshtekuj është derdhur shumë gjakë, është shpenzuar shumë mundë dhe është sakrifikuar shumë, që ne sot të trashëgojmë identitetin ton unik, identitetin shqiptar, si një ndër popujt më të lashtë, jo vetëm ndër këto treva, por edhe të Europës. Ky është një moment krenarie, por edhe emocioni i thellë për mua dhe familjen time. Sepse ky moment kushtohet jo vetëm ushtar Kavajës, një vëllai që sot nuk është më fizikisht mes nesh, por që do të jetë i pranishëm në zemrat dhe kujtesën tonë. Ai nuk jetoi për të parë këtë ditë, por trashëgimia e tij jeton mes nesh në çdo kujtim, në çdo fjalë, në çdo vepër madhështore që do t'i restoj kohës. Në këtë ditë të shënuar, më lejoni të shprehni njërin të thellë për të gjithë ata që kontribuan në ndërtimin e këtij busti. Falenderoj me zemër kryetarin e bashkisë, zotin Fisnik Qoshtja, artistët që përjetësuan figurën e tij dhe të gjithë ata që me dashuri dhe respekt ndihmuan në këtë rrugëtim. Kjo përmendore nuk është vetëm një shenjë kujtimi, por dhe një premtim se vepra e vëllait tim do të mbetet në kujtesën kombëtare pa harruar kontributin e tij të hyer për adheun e tij. Shumë falënderime nga gjithë familja Cara. Të nderuar pjesëmarrës të këtij eventi jashtëzakonisht të rëndësishëm, jo vetëm për Kavajën, por për gjithë shqiptarinë. Sot Kosova, si gjithmonë, është në nderim të veprës së jashtëzakonshme të Indrit Carës, njëri ndër herojt më të lavdishëm të ushtrisë trimtare të Kosovës. Në historinë tonë të dhimbshme kombëtare, veçanërisht në Kosovë, shqiptarët e Kosovës, gjitha familjet tona atje janë të prirur të njohin gjitha shtetet dhe fshatrat e Republikës së Shqipërisë, pikërisht për shkak të ndarjes që kemi pasur për kohë të gjatë si një kohë.
Do të mbajmë ne kujtimet për heroizmin, sakrificën, lidhjen e fortë që i bashkoi ata në luftën për liri. Ftojmë të mbaj fjalën e tij Zotin Besim Gashi. Sot dua të ndaj me ju në këtë ngjarje kushtuar pikërisht dëshmorit Indricarës. Dua të ndaj me ju ndjenjen time sa i përket ardhjes dhe rënjes së Indritit në altarin e lirisë. Në kohën kur Indricara me shok u fut në Kosovë, ishte intensiteti më i lartë i luftimeve që nga fillimi i luftës tonë për liri. Ku edhe si rezultat i fillimit të bombardimeve të NATO-s, forcat serbe kishin filluar përpjekjen e tyre për zhdukjen e popullatës autoktone në Kosovë. Ardha e Indricarës dhe vendosja e tij në njësinë speciale të shtabit të përgjithshëm të UÇK-s ishte motivim i jashtëzakonshëm për djemtë dhe vajzat e Kosovës, të cilët luftonin kundër një force shumë të madhe ushtarake. Indriti ra e për familjen e tij dhe bashkëluftetarët ishte dhimbje dhe humbje madhe, për gjaku i tij vulosi lirinë e Kosovës. Ne si shqiptar na është mohuar e drejta që të jemi bashkë, ta njohim njëri tjetrin dhe të jemi aty për njëri tjetrin. Jeta luksoze në Angli nuk e zvehe as pak motivimin e tij për t'u përgjigjur kushtrimit për liri. Të dashur bashkëkombës të Republikës së Shqipërisë. Ju na dhat armët, na dhat bukën dhe strehën tuaj, dhe na dhat djemt më të mirë që të realizohet projekti i kombit tonë, liria dhe pavarësia e Kosovës. Vepra e Indricarës ka vendosur standarde shumë të larta për të gjithë ne. Dhe ne nuk na ndan me askush. Dhe do të jemi gjithmonë pra njëri tjetrit kur e kërkon puna. Faleminderit gjithëve për këtë kontribut. Shumë e respektuara, nderuara familje Cara. Për mua është privilegj dhe një herë të nder që të mundem në emër të bashkëluftarëve dhe përfaqësuesve politik të ish ushtrisë shkrimtare kombëtare në Maqedoni të jem prezent dhe të përshëndes këtë ceremoni inaugurimi të shtatores së ushtarit Kavaja Indritit, por jo vetëm se është shtatore dhe udhërëfyes vetëm se Indriti, kjo është shënim respekt dhe për gjithë ata djemë dhe vajza nga Shqipëria, Maqedonia dhe Kosova, që dhanë kontributin e vetë dhe jetë të veta për atë që sot kemi dhe gëzojmë ne. Lavdi projekt dëshmorit të kombit Indrit Cara. Ju lutem vazhdojmë me vendosjen e kurorës.